Si ta merr mendja ti? Nuk e di, unë me qëndrimet që i ka mojt deri tash LDK-ja dhe vetë Abdi Gjiku, gjasat po duken që më shumë e qenë në opozitë, sepse ata po insistojnë në pozitën e kryeministrit, e nuk po shoh gatishmëri nga vetë vendosja, nuk e di se si ka pas raportime se... Po në këtë fazë gjithë e synojnë postën e kryeministrit, kështu që është të çuditshme. Në vendin tretë. Jo, varet se e para ka gatishmëri vetë vendosja me bo qeverin, e nëse vetë vendosja bën qeverin, atëherë do të hjek dorë nga pozita e kryeministrit, ta zonë me marë pozitën e presidentit. Dhe në këtë rast, unë e shoh të më të mundshëm një koalicion me LDK. Në rast se vetë vendosja nuk hjek dorë nga pozita e kryeministrit, kur ti dëshiron të jetë kryeministër, atëherë gjasat janë me bo më shumë me PDK-n, se PDK-ja ka interes edhe për pozitën e presidentit dhe mendoj se do ta pranon një kombinim të tillë. Por nuk e di, sepse kjo më varet prej negociatave. Por a do të mund ta mbijetoj këtë fortunën e brendshme partijake? Po, kjo s'm duket më e farë. Është shumë mirë që ka fillu një lloj bisedimi, dialogu. Po debatin brendshëm pse jo? Debat brenda LDK-s, sepse kjo vetëm e përmirëson qeverisin e brendshme të partisë, por nuk e shoh se ka të rrezikuar pozitën, paktën jo edhe për 2 apo 3 vite sa i ka met mandati, kur ti përfundon mandatit, atje mund të ketë kundër kandidat dhe ndoshta ku diunë varet prej votës e delegatëve të ri të kuvendit, mund të ketë një lider i ri. Dorën zemër Shqipe Blerim Halil, sidomos. Ata LDK-ja goxha më ashpër përbëjshin debatin se sa ne në politika. Të drejtën. Oda, ti je i sigurt për këtë? Po, është e vërtet, po unë e kum thonë edhe unë besoj që është e vërtet. Qëndoj mas asaj që e kum thonë, LDK-ja është shkollë e demokracisë, aty ka debat, po domethënë ata besoj që fortunat i kalojnë kësaj herë sepse po herët po ndoshta